luftën me një lloj lavdije të kombit tonë të paktën. Ideal? Si që thanë edhe para folësit Mimoz, trashëgimia e luftës është shumë e rëndësishme. Është një hije që na ndjek në çdo hap, në secilin hap që ne e bëjmë, edhe se gjeneratat pas luftës që jemi. Me fol pak për përvojën time personale, unë prindin tim, babi im ka qenë i burgosur i luftës, ka qenë i burgosur politik, dhe i kam bjetu masakrës Dubravës, kështu që vetë brenda kuadrit familjar, jam njoftu me luftën pasi që, le të themi, idolin tim, modelin tim e kam pasur gjithmonë për para meje. Por, ndoshta ma shumë rreth luftës unë e kom mësu për i rrëfimeve të tjerëve, ose për masakrën e Dubravës, në rastin konkret, se sa që kom mësu për i prindit tim. Për shkak se gjitha ajo torturë, gjitha ato pasoja psikologjike, ja kanë bërë ati vështirë që mi komuniku, mi transmetu për jetimet e tij sa i ka pas në atë kohë. Mirë po, e ka bërë për të kursyer juve dhe fëmijët e tjerë, apo e ka pas problem t'i rrëfej edhe me tjerë të rritur? Mendoj se këto dyja nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Pra të dyja të qëndrojnë? Të dyja të qëndrojnë, patjetër që qëndrojnë. Po, se është e vërtet që vujtja e madhe nganjëherë bllokon edhe aftësinë e komunikimit, shprehjes. Shumë problem u shpreh ajo. Mirë po, çka kemi ndëgju për luftën, çka kemi mësu për luftën, mendoj është kjo narrativa mbizotruese Mimoz, ne dhe ata. Ne që kemi qenë, që është e vërteta viktimat e luftës, dhe ata që kanë qenë agresorët. Ne që kemi qenë të shtypurit, dhe ata që kanë qenë shtypësit. E kështu më radhë, është pra ky raporti dyanshëm, i cili e ka ndikuar edhe formësimin tonë, si gjeneratat pas luftës. Dhe, si që përmendi shumë mirë edhe Adriatiku, është një koncept shumë interesant në shkenca shoqërore, i derivuar prej një autori britanik, Michael Billig, ai ka shpikët konceptin e nacionalizmit banal. Sipas Billigu, nacionalizmi banal manifestohet në kontekstin tonë të përditshëm, nëpërmjet busteve, emrave të rrugëve, kësaj narrativës ne dhe ata që ndoshta shpeshherë transmetohet nëpër media, po ashtu edhe memorialeve të ndryshme, ikonografive, simboleve, që ne i marrim për të mirëqena. Por ato janë një pjesë qendrore e identitetit tonë kombëtar. Një pjesë qendrore e identitetit tonë si personal, si kombëtar e kështu me radhë. Atëherë edhe një pyetje po ja bëj profesor të tjerëve, pastaj do kalojmë tek librat, sepse më intereson përveç kësaj që thatë që pra ju jeni shumë të familiarizuar me luftën, si gjithë tjerët, brezi pas luftës, që kam perceptuar krejt dhimbjen e prindërve, gjyshërve, të familjarëve tjerë, pra gjithçka keni përthithur si të vegjël dhe ndoshta keni përshtypjen edhe ju që keni përjetuar luftën, edhe pse s'keni ekzistuar atëherë fare. Por çka keni mësuar në shkollë për luftën, më intereson nga librat. Thoni pak shkurt e pastaj të hapim debatin edhe me historianin që kemi këtu. Librat sa ju kanë transmetuar, tash krahasuar me këtë që keni mësuar nga familjet, çfarë kanë ofruar librat? A ekzistojnë dy të vërteta mes kësaj apo përputhen? Fillimisht ato që na kallëzon familja janë përgjithësuar. Njëjtën kohë edhe besoj ajo që mësoj nga libra shkollore të historisë. Ka kohë që më kam bankat shkollore, sidomos të studiu lanë themelore të historisë, po janë zakonisht dhënat përgjithësuar. Një histori përmendëm edhe marrë në debatin para këtu pas Semjanis, që janë maksimumi 4 faqe për luftën e Kosovës. Është e kuptueshme, është histori bashkëkohore, nuk kena edhe qatë shumë burime, sa që na kish pas anda me pas për me shtjellu edhe ma mirë po pak a shumë për me përmbledh, është përmend ajo që vjen para luftës, masi qysh e tha edhe Roni, nuk mund mu pa lufta si diçka e pavarur vetveti, si as një ngjarje tjetër. Lufta ka diçka që prodhon ato, edhe ka diçka që prodhon ai që prodhon pjesërisht edhe në ato. Po përmendet pak rezistenca qëndëresa pasore, përmendet masanena te Jalbos, se nuk e di se cila se është problematik se ka libra ndryshëm, përmendet themelimi USHK-s, përmendet dikun masakra Reçaku, dikun përmendet ma pak masakrat e tjera, edhe kalon te intervenimi i NATO-s. Mungoj mu kallëzu për shembull grupacionet e ndryshme politike ushtarake, qëllimet, metodat e ndryshme që kanë menu grupacionet e ndryshme që do të mund njekë për marrës të lirimi i vendit.
mungojnë nështë për plaset ka herë mes tyne, po për studentin e shkollimit të mesëm tullut, nështë edhe një pjesë e tyne nuk janë edhe qaq me interesim, ose edhe me Thoni anësit e libra ju mësoni vetëm via trasha për luftën Kosovë dhe fare shkurt, segmente, pak rezistencë bashkësore, pak themelimi u QK-s, pak intervenimi NATO su kry, me kaq mësohet lufta nga librat. Po, si shumë qka tjetër. Mjafton kjo? Çfarë keni mësuar ju personalisht nga librat për luftën në Kosovë? Paka shumë Adriatiku e përmbledhi shumë mirë sa është e kufizume lufta në për librat e historisë. Mirë po, në rastin tem personal, edhe në shumë raste tjera që shkom dëgju pi shokve, nuk kufizot vetëm libra dhe zakonisht prapë përkthehet me një rrëfenj pi vetë profesorave të zellshëm ka raste, kur profesori është me një mosh edhe e ka përjetu luftën vetë edhe ai përkundër kufizimit tekstual në libër, ai me gjithë shef i futet detajeve tjera që nështë nuk ceken aty edhe mundohet që me na familiarizu sa ma tepër. Unë e kom pas këtë fatë të paktën prej disa profesorëve të letërsisë ose edhe të historisë. Po me gjithë qëndron kjo që librat janë të limitum, po varet edhe qysh është e parapame për grup moshat e ndryshme. Po nuk majnë men shumë edhe në gjimnaz, në 3 vitet e gjimnazit që është cek në isajnë madhore për pos këtyne që i cek edhe Adriatiku. Ideal nga librat, çfarë ke mësuar? Po, mimoz, librat me të vërtet, vje keq ta them, po lënë shumë për të dëshiruar. Ka nevojë që disa për këtyne librave të rishqyrtohen, të rregullohen dhe të shihet një pasqyrë plot, jo vetëm e luftës në Kosovë, po edhe unë e mendoj që ndoshta një periudhë shumë e mangët librat tonë të historisë për sa po më kujtohet, sa kam qenë në nivelin fillor të shkollimit. Ka qenë kjo periudha prej vitit 1945, përfundimit luftës së dytë botërore, deri në luftën e fundit të Kosovës, deri në vitin 1999. Pra, ka pasur shumë mungesa, shumë aspekte të patrajtuara si duhet, që mendoj që për gjeneratët e ardhshme është dashur që mu rishqyrtu këto tekste, mu përmirësu këto tekste dhe mu plusu këto tekste, sepse është e domosdoshme që ata mi njoftë historinë. Dhe si që tha dhe Adriatiku, për shembull në këto libra